Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Përshëndetje, si jeni dhe nga jeni mirë, ti si jeni falënderit. Atë gjënë fëmija. Po, edhe ne dhe ata, ka kompromise, zakonisht në komunikim, për të qeni suksesshëm duhet të dëgjojsh edhe të sigurojsh edhe të pranojsh. Ato që thonë. Po. Si është arsimi në përgjithësi, tash i afrohe fundit, edhe duhet një koncept rreth asaj se si e mendon arsimin. E vërtet është ne që kemi kaluar periudha pak më të gjatë kohore, unë do të 20 vite në arsim, mbi 20 vite veç po i kaloj tani, është më pyetje se ajo që kemi kaluar para themi 4 dekada, dekadën e parë, të dytën, tretën, tani e katërta, do thotë vërehen ndryshime, disa që janë ndryshime të cilët duam të pranojmë ose jo, kohë është, ndryshimet ndodhin, do thotë, edhe aty nuk ka ne çka të nuk mund ne tërë kohën të kërkojmë atë të mbetet ajo që ka qenë. Edhe nuk duhet të mbetet ajo. Ne duhet të krenohemi me të kaluarën, si ka qenë arsimin, cilat kushte kemi mësuar, si kanë qenë mësimdhënësit, si ka qenë sistemi arsimor, si ka qenë atmosfera në shkollë, si ka qenë shoqërimi i shokëve, shoqe, qasja ndaj të mësuarit, kushtet të mësuarit e kështu me radhë. Mirë po, nëse të vazhdimisht ne që jemi në arsim dhe po merrim me këta sfida të arsimit edhe me disa hulumtime të tilla edhe me analizat e hulumtimeve të tjera që i bëjnë, analizat veç po tregojnë se ka rënje, do thotë në Republikën e Maqedonisë së Veriut arsimi ka rënje, kjo është çështje që vetëm e mendojmë ne, mësimdhënësit, prindët edhe të tjerët faktorë, mirë po edhe hulumtimet të cilët bëhen, edhe në nivel ndërkombëtar edhe shtetëror tregojnë se ka rënje në arsim. Kur flasim se ka rënje kualitetit, mirë po kur dikush e shef ngritjen, vjen fjala varësisht kush se në cilat perspektive e shikon, si e shikon, këndvështrimi si është. Nuk është një parametër, themi indikator matës ajo që ne kemi vetëm atë se si kanë rezultatet e nxënësve, si janë notat. Kur ne notat e dim se do të 10 vitet e fundit notat, edhe në arsimin fillor, edhe të mesëm kemi rritje. Janë veç numra. Janë numra edhe ekspertët e huaj, unë kam qenë pjesëmarrës në disa konferenca ndërkombëtare ku ekspertët po e shohin këtë se duke analizuar rezultatet që i kemi në arsim, notat, vlerësimet, themi që nuk janë objektive dhe nuk bazohen në standardet dhe kriteret nacionale të cilët janë për vlerësimet e bën, thonë se do të vijë një kohë shumë shpejt, 5 vjeçari në arsëm, kjo si është duke ezur kështu, nuk do të ketë nevojë edhe të ketë nota. Për arsye se do të arrihet një nivel i lartë, 5, ku edhe ai që e meriton edhe ai që nuk e meriton, saqë nuk do të ketë nevojë not pa 5. Kjo është do të thotë tani diskrepanca shumë më e vogël nga e notave, nga 5 nota më e lartë, mirë po diskrepanca është shumë e madhe e themi kualitetit, meritor që themi ne që quhet, do thotë ai do thotë analfabetizmi funksional i cili vërehet, se notat po ekzistojnë, dokumentet ekzistojnë, krenari e një familje, një prindi është që të ketë një fëmijë i cili një nxënës të vetin që ka notat 5 që krenohet me një dëftesë kështu me radhë, po asesi nuk merret me atë se cili është niveli i ngritjes së tij intelektuale, niveli i ngritjes për atë shkollim, atë periudhë shkollore që e ka, që është mjaft drengose, ne atë po e vërim, po si e vërim? E vërim në aspektin asaj se po tregojnë do të testimet që bëhen vazhdimisht ndërkombëtare që i kemi. Unë të tregoj të drejtën 20 vitet e fundit vazhdimsi, po i hulumtoj, do të thotë rezultatet, kam qenë edhe pjesë aty në testimeve, po edhe i bëj ato hulumtimet edhe ato krahasimet se çka ndodhen, do thotë këto edhe ma tepër besim kam në testimet ndërkombëtare se këto që bëhen shtetërore të ne, të këto testimet që bëhen shtetërore të ne, do thotë janë testime sa objektive ne po e dim, se ka shpërdorime, ka gjëra e kështu me radhë, që pa testimet ndërkombëtare qoftë TIMSS, PISA, PIRLS, e kështu me radhë, po tregojnë se ka do thotë dukshëm rënje, diskrepanca ndërmjet rezultateve të bashkëmoshatarëve.
në të nxënësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Unionit Evropian, edhe në nivel botëror është shumë e madhe, do thotë paramendoni ku një fëmijë i cili është i moshës të në klasa e 3, bie fjala, në Unionin Evropian klasa e 3, të në klasa e 5, njohurit që i ka të përvetësuar nga shkollimi, është dallimi do thotë të 2 vite, 2 klasë. Njohurit që i posedon një nxënës në Unionin Evropian, themi që i tregohen mesatarë diskrepancët e 2 vite, do thotë që është pakës brengose. Ky problemi i diskrepancës mes notës edhe dijes, a është veç të shqiptarët, a është edhe të maqedonët? Kjo është do thotë ulëmtimet, po janë vetë statistikat që jepen, do thotë i ka edhe Ministria e Arsimit, Biro e Zhvillimit të Arsimit i ka, do thotë, edhe këto janë statistikat të cilat shkollat i futin në sistemin, i cili ekziston sistemi do thotë elektronik i të dhënave që i futin, ne që i quajmë ditar elektronik, edhe të dhënat e emisit do thotë që janë. Krejt këto tregojnë diçka për rezultatet që i kemi, por asnjëherë do thotë jepen ka statistikat edhe në të kaluarën që jepen për çështjen e rezultateve, disi i ket asaj që në Maqedoni të tregohet se dallimi i strukturave të ndryshme, bie fjala se cilat janë rezultatet e shqiptarëve, maqedonëve, turqve, e kështu me radhë dhe nacionaliteteve tjera, edhe kjo është pak brengose, se gjithmonë ne identifikohemi me atë se si populli i Maqedonisë. Edhe ky është rezultati. Mirë, po ka ulëtime ndërkombëtare të cilat janë shumë të qartë, që tregojnë se dallimet edhe të nacionalitetet, se sistemi arsimor që ka arsimi që zhvillohet gjuhë shqipe, gjuhën maqedone, turke e kështu me radhë. Edhe ekziston, ka një dallim, tash nuk do t'i tregoj edhe herë, po jo është në dallim tonë. Do thotë kemi ngecje edhe ne te ato rezultatet. Do thotë përveç asaj që kemi ngecje në nivel ndërkombëtar si shtet, kemi ne shqiptarët ngecje do thotë edhe në nivel shtetëror rezultatet. Interesant fakti këtu, se veç këtë strukturën e re të qeverisë tash, Ministri i Arsimit nuk është shqiptar, krejt tjerët kanë qenë shqiptar. Më thonë, e kemi një dhuratë të paqmuar nga ta për arsimit, për mënyrën e sjelljes së arsimit në këtë drejtë. Tregom tash e përmendëm Ministrinë e Arsimit edhe mënyrën se si Biroja e Arsimit mendoje veten ministër Saki Ismaili. Është pyetje kjo, e vërtetë është se unë po tregoj se prim fillim me pavarësinë e Maqedonisë, ministra ka pas, do thotë tash mos i tregojmë, di 15, të cilat pjesë dërmuese, më them, në kohët e fundit i kemi shqiptar. Do thotë ajo është evidente, përveç ministrave kemi pas edhe zëvendës ministra, kemi pas drejtor të Biros së Zhvillimit të Arsimit, do thotë kanë qenë në institucionet shtetërore, vendimmarrëse ku kontribuojnë për arsimin. Po ajo që është evidente, ne nuk mund të themi se ka qenë ministri shqiptar nuk ka kontribuar për arsimin shqip. Ka diçka. Një ministër është ministër i krejt, themi, një qeverie. Edhe ai më veç përfaqëson të gjithat. Mirë po, këtë që janë në politikë, në qeverie kështu me radhë, i ka ato kriteret, kërkesat, kushtet e veta kështu me radhë. Po ajo që ne e vërim nga ministra shqiptar, ne nuk mund të themi se s'kanë kontribuar. Pikërisht, koha kur ministra shqiptar kanë qenë, do thotë, Ministrinë e Arsimit të Shkencës, ka, do thotë, dobit. Po ajo që është pak brengose, po e them sinqerisht. Gjithmonë ministra shqiptar orientohen atë në ndërtimet infrastrukturore. Do thotë, infrastruktura nëse si pa. Merrin infrastruktura, ndërtimin, kushtet, sallat, njënën tjetrën, po edhe ka aty ka diskriminim kur flasim të sallat, një temi tjetër për arsye se nëse një qytet si është themi kushtimi shtetov, ne flasim pak për arsimin në Maqedoni, jo vetëm shtetov, rajonali kështu me radhë, ku ke një qytet i cili është me 8 shkolla fillore, edhe këtu ka mungesë të 6 sallave, do thotë ka një diskriminim, por atë që dishtë të them se nuk është për kushtimi një ministri ose Ministria e Arsimit vetëm çështje infrastrukturore.
Do thot, infrastruktura është me rëndësi në arsim, po në këtë kohë, vitin 2025, të bisedohet vetëm për çështjet e kushteve. Do të është pjesa dërmuese po flasim për çështje kushte, ndërtime shkolla, ndërtime salla, po të kontribuojmë për këto. Po sa folet se kushtet janë vetëm themi një komponent që ndikon mjaft në zhvillimin e arsimit. Të kesh një zhvillim një herë të mirë arsimor, do thotë i kesh politikat arsimore të mirë. Do thotë të kesh një program zhvillimor të bazuar në standardet të kohës. Ja po e them këtë. Unë jam njohës i mirë edhe i programeve zhvillimore në niveli strategjive arsimore të cilat shteti po i ndërton, edhe strategjitë komunave e kështu me radhë. Po nëse ne vërim ato, sa nëse bëhet një analizë e një strategjie arsimore të shtetit, Ministrisë së Arsimit, ma atë që planifikohet të realizohet, edhe sa asnjëherë nuk bëhet një analizë e duhur me komision të caktuara se çka është arrit nga ato standardet që parashin edhe ato strategjitë nacionale të arsimit, edhe ato valla jep dikush në një përgjegjësi për atë. Do thotë kishim kohën e pandemisë, nëse shikoj që të strategjitë nacionale që ishin për çështjen e zhvillimit të arsimit, asnjë fjali nuk ka pas për mësimin distancë. Kur shtetet e zhvilluara krejti parashon kushtet e jashtëzakonshme. Shqipen e gjithmonë po ngecimi. Tani shqipen strategjitë e radhës. Në derisa shtetet tani kanë një ballafaqim arsimet shumë të rëndësishëm dhe sfidues çështjen e ndikimit dhe përdorimit, zbatimit të inteligjencës artificiale në arsim, strategjitë në arsimore po e marrë ta shikosh s'ka gati sa asgjë. Nëse do ishe ministër arsimit, 3 gjëra që do t'i rregulloje prej fillimit, domethënë do të ndonjë t'i rregulloje. Po e vërtet, është zakonisht do të thotë qëllimet e ministrave po atë po e vërim janë të dëshmohen një herë në aspektin e asaj se ja ne jemi më të mirë se të kaluarit. Para prak. Ato që ne që jemi themi në arsim jemi antar pjesëmarrës në arsim zakonisht se ne mosim dhënësit e kështu me radhë. Po si ministra arsimit do të ishte një ekipi të jetë një ekip profesional Ministrinë e Arsimit, do të jenë ekspert të cilët janë njohës të mirë të arsimit. Nëse ke atje ekipin të cilët merren me strategjitë arsimore të arsimit fillor, janë persona të cilët kanë një përvojë në arsim. Si mësimdhënës të dëshmuar, jo vetëm të jetë një ne dim për fat të keq se krejt çaj strukturë është jo me persona të dëshmuar, jo kualitet, jo me kompetenca profesionale. Pikërisht të bëjë atë që një ekip ndoshta për një periudhë të caktuar 4 vjeçare, themi 5 vjeçare, po të jetë ekip profesional i cili do të punon në aspektin e profesionalizmit në atë sektorin që do ta ketë, të arsimit fillor, të mesme dhe të lartë e kështu me radhë. Kjo është çështja shumë prioritet. Pastaj pjesa e dytë është që mjaft me rëndësi strategjitë arsimore të parapara të Ministrisë së Arsimit Shkencës, të cilat shpërndahen, sidomos edhe me sektor tjerë, siç janë Byroja e Zhvillimit të Arsimit, do thotë edhe organet tjera që punojnë në kuadër të Ministrisë së Arsimit Shkencës, të bazohen në strategjitë nacionale dhe programet zhvillimore që i kanë të parapara kohën e caktuar. Të drejtat e revidimit, po, mirë po për atë që planifikohet, të jenë të përpiluara me ekspert për gatitjen e programit zhvillimore dhe të ketë do thot evaluime dhe vetë evaluime të cilët të tregojnë se cilat janë kërkesat në kohë. Jo vetëm atë se çka është e nevojshme, vetëm në një rajon të Maqedonisë. Do thot kërkesat rajoneve të ndryshme janë të ndryshme. Komuna do thot rajoni i Pollogut ka kërkesa krejtësisht ndryshme, Shkupi ndryshe kështu me radhë. Strategjitë të cilat të adaptohen në bazë të kërkesave të shkollave dhe fillore të mesme edhe në nivelit të lartë. E treta ajo çka është me rëndësi, zhvillimi profesional i krejt të inkorporuarve në arsim, duke u nisur nga mësimdhënësit, nga udhëheqësit institucional, edhe të tjerët, të jenë në vazhdimsi në kontinuitet me kërkesat e kohës, me zhvillime të cilët i kërkon koha. Ajo që është më shumë e rëndësishme për t'i arritur këto, që unë po e them, ndoshta e katërta është tash, depolitizimi i arsimit. Derisa kemi një arsim të politizuar, fund e krye,
ne nuk mund të presim kualitet. Duke u nisur nga fakti, flasim sinqerisht, punësimet të cilët bëhen në arsim, shkollat fillore të mesme, edhe në universitetet, janë punësime të cilët thehen krejt kriteret, ligjet përvoja. Do të thotë, krejt bëhet në bazë të politikave ditore. I vetëm mund të punësohet jo në bazë të aftësive, kompetencave profesionale që i ka edhe që është dëshmor, po vetëm në bazë se sa është aktiv në partitë politike. Ato janë, do të thotë, diçka që kur nuk parashihen gjëra të tilla, thehen ligjet, kriteret janë vëllai kryetari. Edhe do të thotë po. Ato janë më evidente që e thoni sa herë like, sa herë do të thotë komenton fjalë të mira, sa herë ka dalë do të thotë me një koment pozitiv për atë. Po asnjëherë nuk del me një analizë të mirë, do të thotë për çështjet arsimore, qoftë jenë po atë që e përmende, do të thotë Venar që po të them se për një kritikat dashamirëse nëse japësh unë, edhe unë kam qenë viktime këtyre gjëre, po tregoj për arsye se gjithmonë në profesionin tim kam ngritur zërin jo për çështje politike, kam ngritur zërin për politikat arsimore, për çështjen diskriminimin që i bëhet arsimit shqiptar, po diskriminimin që shqiptari bën shqiptarit, diskriminimet që bën institucionet, bie fjala, po e them sinqerisht, kam qenë kritikues në aspektin asaj se unë se vërej në biroën e zhvillimit të arsimit, të dokumentet udhëzuesit, dorat sakët e kështu me radhë. Nëse i analizojsh të gjitha, shikoj se kur kam bën një analizë të mirë fillt me dëshmi, me dokumentacion, pata edhe unë sul me shumë. Pse ngrej zërin? Po kujt i them ajo? I them atij që është aty dhe nuk jep kontributin për atë gjëtë e duhura. A pikërisht kush i sheh pasojat? Pasojat i sheh mësimdhënësi, pasojat i sheh shqiptari, i sheh do thot një nxënës shqiptar që nuk e ka të drejtën. Sot e kësaj dite nëse po bësh shqyrtimin e dokumentacionit, pa marrë parasysh periudat, mu nuk më intereson periuda 6 mujore, 1 vjeçare, ky ka qenë pushtetia. Jo, këto janë një kontinuitet, vazhdimësi, se ti nëse inkuadrosh në këto institucione politikisht persona të cilët nuk janë profesionistë të dur, do të kemi pasojat 14 vjet, aq sa zgjat një punësim i dikujt. Pikërisht këto janë gjëra të cilat ministrat shqiptar për fat të keq që i kemi pas, i kemi dhe zëvendës, më tepër kanë do thot dëshirë të vendojnë një kollare, të dalë dikun diçka të thotë kemi qenë atje, kemi qenë këtu. Jo, duhet të tregohet qartë se cilët janë do thot strategji, po, cilët janë po edhe në fund të japish përgjegjësi që këtë shtet deri sot askush nuk ka dhënë asnjë përgjegjësi për pasojat, pasojat veç po vëren, mos flasim se s'di shka që janë që ku të përpëndojsh. Allah që e për në fillim. Tregom, profesor, thjesht pse prindërit kanë qaq mani për nota. Pse ju bëhet aq presion mësuesve, ju bëhet aq presion nxënësve, pse notat janë të dobta. E vërtet, do thot, po të flasim për nota të dobta tani është e kot, ma për shembull, për arsye se në 10 vitet e fundit statistika tregojnë se për nxënës që përsëritin vitin shkollor nuk ka. Do thot, edhe pse linjërisht dihet se cilët janë kriteret njërën tjetër kështu me radhë, ekzistojnë kriteret për vlerësim edhe standardet. Mirë po, tregojnë statistikat se para mendonit marrim shkollat e Tetovës, e shkollat tjera, edhe Maqedonia shqiptar. Para mendonin numri sa është i nxënësve do të thotë që përsëritsin një vit shkollor shkollat fillore të 250 ka qenë do të thotë në kalorë shpejtë, por nuk janë ata përsëritës që nga notat e suksesi i dobët, por janë ata që nuk kanë ndjekur më tepër mësimin. Një muaj ka qenë, 2 muaj s'ka qenë, mbetet i panotuar për shkak të mungesës i vendosh një notë të dobët edhe atë pjesa dërmuese. Po statistika tregojnë se nëpër shkollat më veç, edhe pse ligjërisht ekzistojnë mësimi vazhdues, do thotë vetëm provim nxënësi. Statistika tregojnë se nuk i kemi askërkund, se askush ata do të vendoj një dysh për arsye se mos shkoj do thotë 2 javë, çështja e provimit klasor që të jep formimin e komisioneve, proces verbal, përgjegjësi. Po është diçka tjetër. Nëse je objektiv në vlerësim, ke sulme, duke u nisur nga prindët të cilët më veç s'do të dëgjojnë për dysh, do thotë ajo që e flasim. Njëshi jo se jo. Tani sidomos presionet janë shumë të mëdha, tash është sezon e prindërve të muaj, ku gjenden ata mënyrë kësaj, do thotë, po pas për arsye se veç më intereson nota, po nota është një temi
kriteri kryesor për regjistrimin në shkollat mesme, sidomos atë që është obligative. Mirë po, kujt i bëjmë një padrejtësi, kujt i bëjmë temi një dëmi më i madh u bë nxënësve të cilët kanë një përkushtim që i kemi në shkollë. Paramendoni ke nxënës që ka përkushtim që nuk e ka në shkolla evropiane, ka çifta këta nxënës, që ka përkushtim, ka zhvilluar kompetencat e veta intelektuale, ato çka i duhet për atë periudhë i ka, shkathësi ka të zhvilluar, atë menduarit kritik, i ka, themi, i plotëson standardet dhe kriteret nacionale për të arritur gjatë një vitit shkollor, që shumë dokumenti ekziston si ta standardet nacionale për të arritur atë nxënësi që duhet i ketë brenda një viti shkollor. E ti aty do thot duhesh po të japësh notën që meriton një 500. Mirë, po çka të ndodh një nxënës i cili tanë vitin nuk ka kontribut të tillë, sipas kritereve dhe standardeve nacionale dhe për të arritur atë do thot është për një notë mesatare, por presionet e ndryshme po bin atë që edaj. Si do të ngjehet ke nxënësi i si thot unë dash kontributin të barabartë dolën, bile, do thot më mirë ndonjëherë dalin ato. Kënaqësia e prindërve për fat të keq këtu në Maqedoni flasin rreshme. Është një kënaqësi e rreshme ku vetëm kënaqësi është që në fund, në fillim të muajit qershor, pas 10 qershorit, të dalim rrjetet sociale në Instagram, WhatsApp, të dalim në Facebook, të nxjerrin dëftersat, ja djali im, vajza ime, krejt pesë e kështu me radhë. Po vështirë është të gjesh dhe një me nota më të dobta. Si kjo nuk është ajo problematik. Mirë, po shumë pak merremi me atë se cilat janë të arriturat e atij fëmijës tonë. Pikërisht kjo flas ai temi ai analfabetizmi funksional që është i shprehur. Po tash ku do të vërehet ai? Ajo do të vërehet gjatë shkollimit, pas përfundimit të niveleve të shkollimit. Tregu i punës nuk kërkon më dokumente. Tregu i punës kërkon shkathësi profesionale, njohuri që i ke në atë profesionin që orientohesh. Pikërisht kjo bie që edhe punëdhënësit në Maqedoni, sot 10 vitet e fundit, nuk janë të kënaqur nga themi resurset njerëzore që ju ofrohen. Nuk ju konvenojnë, për arsye se vështirë e ka që ti nëse punësojsh, bie fjala një ekonomist, një kontabilist e kështu me radhë, i cili ka kryer me notë mesatare 90 arsimin e lartë, dhe thot, çka ndodhen, ai nuk din të plotëson një firmë. I ka vështirësi të kështu me radhë. Shkallësi digjitale, mos flasim se nuk janë të gatshëm për digitalizimin e kohës, se kaloi koha më e shkruar në letër. Pikërisht ajo që këto krejtjen që ato pasoja që themi ne të atyre notave jo objektive, që veç presionet i kanë mësimdhënësit. Mësimdhënësit presionet janë më të mëdha diet në këtë kohë nga prindët, po edhe ndërmjet kolegëve ndonjëherë, po edhe jo objektivizmi që ndodhen edhe profesionalizmi të mësimdhënësit. Ne duam pranojmë ose jo, vlerësimi i cili bëhet është një vlerësim që bazohet në vlerësim informativ. E kemi vlerësimin sumativ ai i cili është që i përfshin të thotë krejt këto përfundimtar që themi, i bazuar në vlerësim informativ. Nëse një mësimdhënës po e ndjek, po përcjell në vazhdimsi të arriturat e një nxënësit, unë personalisht po për vetëm po them se asnjëherë se kam tenashën e vlerësimeve për arsye se ndjekim përcjelljen bazohen në standarde kritere. Edhe pse sa them se jam 100% objektiv, se edhe unë personalisht po bie në ndikimin e presioneve të ndryshme. E tash, nëse ti një notë bësh një lëshim, ka mësimdhënës që thotë, derisa këtia përmirësova, do t'ja përmirësoj gjithë tjerëve. E ajo veç më kalon një vlerësim normativ. Normativ që nuk është i lejushëm që ky kaq edhe ky kaq. Më mirë një nxënës të kesh që i është bën një padrejtësi më atë që e ke dhënë notë, se të bësh padrejtësi ti që nxënësve. Pikërisht kjo është me rëndësi. A nëse bazohemi në standarde dhe kritere vlerësimi, nota e cilat del e bazuar në vlerësimin formativ, aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me evidenca të ndryshme, me projekte të ndryshme, me detyrat shtëpis, me prezantime të ndryshme, me të menduarit kritik. Për fat të keq në Maqedoni bie fjala vërtet ajo se shumë jepet rëndësi sipas taksonomisë Bloomit, themi niveli më i ulët që është ku
zënësi sa din, sa mban mend, të thot, pyetën vullnetar, kush ka vullnetar të pjesë me not, po haja ke mësu sot, do thot, aje që është ndaluar e vlerësimit do të jetë në kontinuitet, vazhdimisht ta ndjekësh, jo, sot kam mësuar përmend mirë po, sa jepet mundësi një nxënësit menduarit kritik, nivel më të lartë, do thot, sa jepet mundësi një nxënësit me analizë, sintezë gjërave, do thot, sa din atë që e ka mësuar ta zbaton. Pikërisht e bën një shkollimin e mesëm profesional, kemi profesione të ndryshme në Maqedoni, para do të përfundoj, do thot, shkollimin, dhe në praktik, për fat të keq dihet. Shkollat profesionale radhjen që praktikën po e bëjnë. Unë kam patur një ulumtim që kam bën për disa numër të konsideruar të shkollat profesionale në Maqedoni për çështje e si funksionojnë për një konferencë modest ulumtim, e tani kur shkova të pyes, do thot kompani, organizata të cilët kanë kontrata të cilat me temi shkollimin dual që kanë shkollat profesionale që të ketë edhe praktikën të bëjnë. Po besoni se të organizatat të kompani thot, ne vetëm që në shkruajmë një dokument, një kontratë, një herë kanë ardhur, dy herë dhe nuk vinë. Në fund jep një vërtetim se ka qenë kështu me radhë. Kjo është brengose. Pikërisht ne nuk do t'i lejojmë këto padrejtësi se pasojat për shoh krejtësi shoqëria dhe si arsim. Ne kemi përgjegjësi të dy, dhe më thonë ju si arsimtar në arsimin fillor, ne si medium kemi përgjegjësi edhe për komunikacionin, ju për edukim, ne për një informim dhe edukim të njerëzve për komunikacionin. Tregom një gabim duke vozit që ke bo edhe që ke mësu. E po, ata tregoj të vërtetën. Ai është një fakt objektiv i real që unë do të thot vozit të thot nga mosha 25 vjeçare, atëherë se prindërit tanë nuk lejonin të marrish do të thot vetura se si pa e pat lejen. Do thot në atë kohë, do thot deri tani nuk kam asnjë padi nga policia asnjë, nuk kam asnjë. Edhe pse ndonjë gabim ndonjëherë po bëjmë, mirë po të kem ndonjë padi diçka shqetësohet jo, dënim jo. Dënimin e parë kom patur, kom gjenë në Shqipëri në një konferencë ndërkombëtare, edhe thash nga Durrësi, Tirana, do të vizitoj tash edhe Pogradesin dhe Korçën. Edhe tani në një rrugë gjatë Pogrades, do të thot Korçë, është një hapësirë ishte mjaft e gjatë, larg edhe rruga e mirë po para me një veturë e cila po voziste shumë ngadalë, për stepërmi ishte shumë më pak se sa shpejtësia e lejuar. Mirë po si qytetarë të Maqedonisë nuk i dim ato vendet ku qëndrojnë policët e kështu me radhë që duhet ne të respektojmë këto kriteret, edhe ato para me pozicionin atë shpejtësinë duke ditur se në ndonjë vend caktuar atje pa polici. Edhe unë te kalova në vijin e plot që theva jam i vetëdijshëm për atë krejt. Edhe më ndali policia i theva, do të po gabimin e bërë, ndalën e kështu me radhë, e pak vuajta një dënim më të vogël të mundshëm për atë, se shif dënimin duhet ta ishte bashkëpunues. Po, se pa tjetër pranova diçka se kam bërë atë gabim që nuk duhet ta bësh pa marrë parasysh si tjetër. Po ajo ishte më për mua një shkollë, se kjo ka ndodhur para 5 viteve, një shkollë që kur nuk shkeli më të thot një vit të plot. Asnjëherë. A kemi ndonjëherë që thënë rregulla komunikacioni? Po, bëjmë. Por jo të jemi të pakujdesshëm kur rrezikohet jeta e një individi dhe kështu me radhë, ose neve në vetur që jemi për fat të keq që mirë po gjithmonë do të jemi të kujdesshëm me veprimet tona. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Diskënaqësi që jeni janë. Kënaqësi për ta diskutuar që tashmë është problem shumë i madh, edhe shpresoj se njerëzit do të dëgjojnë diçka dhe do të mbushen me mend. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të bëra. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga